Ne shikues të dashur, tash do të ndrojmë krejtësisht temë të informacioneve për ato që i diskutuam deri më tash, edhe pse në fillim të emisionit mëngjesit e kemi parë një storje të përgatitur nga Dona që na ka dërguar në Kamenic. Atje kemi parë pak natyrën e bukur, liçenin artificial dhe patjetër që e kemi përmendur se sa e rëndësishme është të ruhet natyra në përgjithësi ambienti, vendi ku qëndrojmë, po ashtu kalojmë kohë apo bëjmë edhe aktivitete të ndryshme në natyrë, është e rëndësishme me rujtë. Njëjtë është duke vepruar edhe me parkun kombëtar Sharri. Parku kombëtar Sharri është një nga zonat më të pasura me biodiverzitet, po ashtu në Kosovë përballet me sfida të ndryshme, qoftë me prerjet ilegale, qoftë me ndotjen e ambientit, me zjarre të cilat mund të vinë tash të qëllimshme apo të paqëllimshme edhe gjatë temperaturave më të larta që mundet me ndiku në këtë sezon. Dhe patjetër ne do të diskutojmë se çka po bëhet në këtë rast me drejtorin e drejtorisë administrimit të parkut kombëtar Sharri, që është Bajram Kafexholli. E kemi këtu tashmë në studio dhe tregojmë për sfidat, po ashtu edhe për sukseset e arritura deri më tani. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për mundësinë. Është shumë kënaqësi që ju kemi. Nëse mundeni me na tregu pak çush po përgatiteni për këtë sezon dhe aktivitetet të cilat do të zhvillohen. Faleminderit. Drejtoria e parkut kombëtar Sharri funksionon në kuadër të Agjencionit Mbrojtjes Mjedisit. Me zyre jemi në Prizren. Funksionojmë jemi 19 zyrtar të parkut, ku pjesa kryesore ka të bëjë staf profesional, administrativ, edhe staf i cili vepron në teren. Menaxhojmë një hapësirë diku rreth 54.000 hektar. Parku kombëtar Sharri është një në territorin e 5 komunave, duke filluar prej komunës Dragashit, ku bën sipërfaqen më të madhe të parkut, pastaj komuna Prizrenit, Suarekës, Shtërpsës edhe Kaçanikut. Pra thash jemi 19 zyrtar të parkut. Mirë po, gjatë nevoja, gjatë kohës verore, normal që duhet të rritet stafi i drejtorisë, ku zakonisht shtohet për 10 zyrtar, kryesisht roje të parkut. Padyshim që probleme kemi edhe sfida të ndryshme, duke filluar, domethënë problemi kryesor i drejtorisë është mungesa e resurseve humane. Domethënë është e pamundur me 19 zyrtar apo 9 roje që janë në terren të menaxhohet një gjithë kjo sipërfaqe. Kjo hapësirë. Hapësira është shumë e madhe, terreni është shumë i shpërndar nëpër 5 komuna, prandaj edhe problemet lindin ndryshme. Përveç problemet që kemi mungesë të resurseve humane, problem kemi edhe me prerje ilegale. Kryesisht kemi 2 zona më të theksuara apo më të vështira ku kemi telashe më të mëdha, për arsye se ekzistojnë grupe të organizuara. Në thash kemi rejtar shumë pak, edhe qata rejtar, qata grupe i përcjellin vazhdimisht. Normal që është domosdoshme drejtoria e parkut me pas bashkëpunim edhe me policinë, pastaj me prokurorinë, gjykatat, OJQ të ndryshme mjedisore që janë, dashamirët natyrës, e me gjithë këto, mirë po marrë në përgjithësi gjendja në park është mirë po që çdo herë do të më shumë për arsye se obligim i drejtorisë parkut është me mbrojtë vlerat natyrore. Megjithatë po vazhdon ende prerja ilegale. Çka po ndodh në këto raste në këtë aspekt? Cilat janë hapat që janë ndërmarrë me ndal këtë dukuri negative? Hapat që i marrim vazhdimisht. Normal që me angazhim të resurseve humane me staf të ri, me rejtar të ri, thash problemi më të madh kemi në pjesën e drejtorit parkut në komunën e Kaçanikut. Po deri tash nuk kemi pas asnjë rejtar me kontratë të përhershme. Mirë po vazhdimisht me kontrata 6 mujore që nuk kanë treguar efekt. Gjatë këtij viti kemi angazhuar një rejtar të rregullt, edhe 2 rejtar tjerë me kontrata të përkohshme. Përveç asaj, prej sotit fillon edhe pika stacionare e policisë në pjesën e Lubotenit, ku do të jetë prej orës 16 deri në orën 8 mëngjes. Pastaj kemi angazhuar një operator ekonomik në ato rrugë ilegale që shfrytëzojnë përherësit ilegal, të dëmtojmë na si drejtori që mos me mujt me funksionu. Përveç asaj kemi edhe bashkëpunim edhe me institucione tjera në nivel lokal, por kjo pjesë tash, këto mujt e fundit, ka fillu të ra për shkak këtyre masa që i kemi marrë na si drejtori në bashkëpunim me agjencionin, përkatësisht edhe Ministrinë e Mjedisit. Unë e theksova edhe më herë që zakonisht gjatë kësaj stine zhvillon aktivitete të shumta, po ashtu edhe me motocross janë disa prej këtyre aktiviteteve, e që me vende
shkojnë kryesisht edhe shkojnë në shar kryesisht, mund të zhvillojnë aktivitetet të tilla, a është e lejuar apo jo? Apo veç në qoftë është e organizuar si event dhe është paralajmëruar më herët? Thash me fillim që drejtoria e parë ka për oblikim mbi mbrojtje vlerat natyrore. Përmend të ju që ka lloje ndryshme bimore, biodiversitet, faunë, peizazh i tepër i mirë. Për këtë arsye edhe legjislacioni e pamundson që një aktivitet i tillë me motocrossa apo edhe me xhipat që janë tepër të fuqishëm e pamundson që me zhvillu këto aktivitete në territorin e parkut kombëtar. Ne si drejtori kemi marrë disa aktivitete, fillimisht kemi pas takime të vazhdueshme me Federatën e Motociklistëve, pastaj kemi vendosur njoftimin për ato zona ku ka më tepër lëvizje, ka qarkullim të këtyre motorave apo veturave. Pastaj stafi i drejtorisë non-stop është në terren. Non-stop kemi diskutuar që këto aktivitete janë ilegale, nuk lejohen brenda parkut, na pamundson baza ligjore apo edhe baza planifikuese siç janë dokumentet bazë, plani hapësinor, plani menaxhos i parkut. Domethënë gjitha këto dokumente apo legjislacioni e pamundson që aktivitetet e tilla të ndodhin brenda territorit të parkut. Për arsye se e dëmton peizazhin, bën zhurmë për kafshët, si dhe në formë edhe krijon edhe mbetorina. Vazhdimisht gjithë ata motocross apo ata me xhipa që dalin në terren, është e pamundshme pa u ndal diku edhe pa. Ata dhe sillin edhe një audiencë të paktën, jo vetëm motorin, edhe mund të jetë edhe dikush tjetër që i shet. Përveç asaj, ka raste kur grumbullohen një grup i motocrossa, ndezin zjarre, pastaj tash temperaturat më veç që kemi kanë filluar të rriten, edhe me ndryshimet klimatike që kanë ndodhur, është mjafton një fije shumë e vogël me pas zjarre. A ka pas raste cilat janë dalë këto aktivitete, apo është dënu dikush për aktivitete të tilla? Normal që me ndalu na si drejtori me ato mundësi tona që i kemi, jemi mundu me ndalu. Për këtë arsye që këto 2 vitet e fundit i kemi vendosur edhe tabela informuese, përveç informuese ndaluese në këto zona ku nuk lejohen këto aktivitete. Për 2020 kemi mbikëqyrës të zonat të mbrojtura, që kanë drejt edhe me shqiptu edhe gjoba. Tash së fundi kemi filluar edhe me gjitha ata persona që dalin në terren, do të gjobiten me gjoba sipas legjislacionit që e kemi. Jemi të bashkëpunuar edhe me stacionet e policisë në për gjitha komunat, duke filluar prej komunës Prizrenit, Dragashit, Kaçanikut, Shtërpsës edhe të Suarekës, që në bashkëpunim edhe me policinë ndalu. Është e pamundshëm një rritar apo një staf i drejtorisë, kur dihet që stafi i drejtorisë nuk është i amatosur dhe nuk ka pajisje tjera që mund me ndalu, apo veturat nuk mund me shku në ato zona ku motorat shkojnë, apo xhipat që i kanë ata që i përdorin për qefe apo për teket veta në territorit ndryshme. Organizimi i territorit është i qasisoj që ka zonat më të larta, vlera natyrore që nuk lejohet as kombanierit e leje me hi me motora apo me xhipa. Po ato janë zona street, ato janë vetëm me leje të veçantë që jipen nga ministria. Na kemi llojet, kemi rastet shpeshta që me motocrossa hinë edhe në zonat street ku nuk lejohen këto aktivitete. Aty po besoj zhvillohen edhe aktivitete të tjera si hiking, ecje në natyrë, a bën një problem këto për natyrën apo jo? Jo, për në territorit parkut ka edhe zona ku janë të shenjune, në shtigje të ecjes, vetëm këto vitet e fundit drejtoria parkut, me fondin që ka nda Ministria përkatësisht Agjencioni i Mbrojtjes Mjedisit, kemi kriju 3 shtigje të ecjes, përveç që më herët ka pas edhe shtigje të tjera. Këto shtigje shërbejnë për hiking apo lëvizje personave dashamirësh dhe natyrës apo persona tjerë. Kështu që aktivitetet për ecje janë shtigjet, janë tabelat informuese ku ndaluese, ku duhet me pushu, gjitha këto janë të shënuar brenda një shtiku. Për këtë arsye nuk kem nevojë na ti përdorëm motorat apo xhipat që t'i prishim këto bukuri, këto vlera natyrore që i ka territori parkut Sharri.
Ndërsa ata të cilët janë dashamirë të natyrës dhe ecin janë të paktë ata që mund të ndodhin ambientin, madje ata e pastruan shumicën e kohës edhe kur dalin për ecje, po për të tjerët që mund të vinë aty a ka shenja të tilla, apo a kanë filluar edhe këto fushata të tjera vjedisuese që tregojnë që çfarë dëmi mund t'i bëhet tokës dhe sidomos kësaj pjese për cilën po flasim, edhe nëse hedhin mbeturina. Këto 3 vitet e fundit kemi një trend të shtimit vizitorë më tepër. Ka dashamirë që thatë dhe ju që i pastrojnë edhe mbeturina që rrinë në atë hapësirë edhe i largojnë pa pikë problemi. Mi po ka dhe persona tjera, po vizitorë tjera që e ndotin ambientin me qëllim që ta kemi një pamje shumë të keqe. Mi po ne si drejtëri kemi gjatë këtyre viteve fundit, kemi ndërmarrë disa aktivitete me fletushkat të informu për rregullimin e lokacionit ku jeni vetë. Aty ku qëndroni, nuk keni drejt të ndezni zjarre, nuk keni drejt të shkaktoni mbeturina, edhe gjëra tjera që ndërlidhen me aktivitete. Me qëse i përmendëm zjarret tash edhe temperaturat e larta, ka mundësi më tepër që mund të ndizet ndonjë zjarr apo të marrë edhe më tepër një hapësirë pak më të madhe, që ka ndodhur edhe vitin e kaluar. A jeni të përgatitur edhe për këtë pjesë? Siç e thatë edhe, do më vitin e kaluar kemi pas zjarr në pjesën e Prevallës, kryesisht zona Strite, Maja e Nenit. Bi 2 javë, rreth 1 muaj ka zgjatur derisa shumë, për shkak që vlerat janë të përcaktuar në ato zona strite. Edhe as masa drejtësore, as aktivitet nuk lejohen më. Për këtë arsye edhe shumë shpejt mund me ardhur deri te zjarri. Na thamë që kemi temperaturat larta, veç kanë filluar mbi 30 të shkojnë. Një pakujdesi e vogël mund me shkaktuar edhe zjarrin. Na si drejtori, normal që me stafin që e kemi aktual, tash jemi 9 rejtarë që në teritorin që shpërndan. I po pjesa tjetër, kemi angazhuar edhe rejtarë tjerë, edhe të rejtarë që me mujtë për menaxhu gjithë këtë hapësirë të madhe që është territori i Parkut Shari. Problem sfidë mbetet gjithmonë, normal që zjarret është në rastet që kemi zjarre aty është problem me ardhur deri te shurja, për shkak të konfiguracionit të terrenit që ndodhen, edhe zakonisht zjarret ndodhen në pika më të larta. Aty ku kemi vizitor aty në atë pjesë të më ndodhen edhe zjarret. Por në si drejtëri, normal që me bashkëpunim edhe me zyre tjera, bashkëpunuese në nivelin lokal, në zjarr fiksit, mundohemi çdo herë që të jemi në gjendje gatishmërie me ato resurse humane që kemi, me ato pajisje, normal që një rejtar apo një staf i drejtërisë nuk është i specializuar për me shuli zjarr. Mirë, por na mundohemi që me ato kapacitete, me ato trajnime që kemi ndjek, mundohemi që dalin ndihmë edhe zjarr fiksin këtë. Me institucionet apo edhe me organizatat qeveritare, jo qeveritare pas këtë një bashkëpunim të mirë, me sa po është edhe kur po e përmendni gjatë bisedës, po me qytetarët e tjerë çush është bashkëpunimi. A ju informojnë për ndonjë veprim ilegal, nëse ndodh prerjet ilegale, nëse dikush ka shkuar me motocross, nëse po zhvillohet një aktivitet që është i ndaluar, a ju informojnë juve për këtë? Padyshim që është e pamundur me këtë staf që kemi me menaxhu tonë këtë hapësirë, me rreth 54.000 hektar me 9 rejtar. Bashkëpunimi si me qytetarë që ndodhen afër parkut, kemi vendbanime që ndodhen afër parkut, edhe është e pamundur me menaxhu nëse nuk keni bashkëpunim të tillë. Përveç që kemi bashkëpunor me banorët lokal, kemi bashkëpunim edhe me OJQ të ndryshme, pastaj kemi edhe me universitete, me fakultete ndryshme, bashkëpunimi nuk mungon. Kryesisht kemi edhe bashkëpunim apo që na ndihmon pjesën e projekte ndryshme është edhe Agencioni i Mbrojtjes së Mjedisit të Suedisë. Ku vetëm këto 4-5 vitet e fundit na kanë mbështet me projekte ndryshme, siç është për shembull hartimi i planit menaxhues të parkut Bjeshtë e Nena, pastaj parkut kombëtar Sharri, cilë dokumentacionet tjera, promovime, hapja shtigjev të reja, para 2 vite kemi hap një për shkak të miqësisë që kemi me ambasadën e Suedisë, kemi hap shtegun e miqësisë Kosovë-Suedi, ku normal që ambasada na ka përkrahur vazhdimisht për vitet 2020 e tutje, ambasada e Suedisë vazhdon me projekte dëshmësisë në fushën e drejtorisë Parkut Shari, apo edhe në mjedis, edhe fusha tjera në ajër,
në sistem të dhona apo dhe fusha tjera të në mbështes. Po e përmendni vazhdimisht për mungesën e stafit dhe thatë në fillim që ka staf që janë punësuar vetëm për disa muaj, pastaj nuk janë më apritni që të shtohet numri i punonjësve të tjerë të cilët janë për një kohë më gjatë, jo vetëm për 6 muaj apo për 1 vjet? Me stafin që kemi në ambulojnë vetëm 30% territorit. Me 9 rejtar, dhe më mbullohet vetëm 30. Më 7% e territorit është pa mbulune me rejtar të rregullt. Mirë po na vazhdimisht me kërkesat, normali i drejtohem institucionit që jemi në hierarkinë e tyre, mundohem që vazhdimisht të paraqesim me kërkesa. Mirë po, çdo vit kemi domethënë që na informojnë që do të bëhet këtë vit, do të mundohen me na mbështet, mirë po deri me sot nuk kemi resursa humane. Mirë po këto mundohemi që me kontrata 6 muajore ti menaxhojmë këto. Edhe pse nuk është treguar e frytshme kjo metodë, mi po shpresojmë që që të pajisë funksionon me rejtar të rregullt, edhe ndryshe kur e ke rejtarin e rregullt, ndërsa dikush që është për 6 muaj ditë, vetëm me kry qatë kontratë dhe me vazhdu aktivitetin tjerë. Uroj që ne si qytetarë të paktën t'ju ndalim në ndihmë në momente të duhura dhe të mund t'ju ndihmojmë qoftë me informata cilat i kemi, qoftë duke rujt natyrën, jo vetëm parkun kombëtar Sharrit, po ashtu edhe parqet të tjera, hapësira të tjera kudo që qëndrojmë jashtë, e sidomos që tash gjatë kësaj sezone. Madje edhe për këto veprime dhe aktivitete ilegale që janë të ndaluara në fakt edhe me ligj, të ndalohen dhe ne të raportojmë për ato kur do që i shohim. Drejtor, faleminderit shumë për kohën, kënaqësi që ju patëm, faleminderit për krejt informata cilat i keni ndarë me ne. Faleminderit ju për